Në fakt nuk është se ne kemi një traditë shumë të fortë në këtë aspekt, pasi pjesën më të madhe, sidomos për shtresat e ulta dhe të mesme, gati 60-65% të ardhurave shkojnë për si thua shpenzimet e fikse të tipit ushqimi, qeraja, energjia, edukimi apo dhe shëndetësia. Pra normalisht nuk është se jemi shumë apo kemi një lloj eksperiencë, ndryshe nga vendet e tjera që kanë një historik më të thellë në ekonominë e tregut, te ne nuk ka një planifikim të qartë, duhet thoja më saktë. Gjithsesi, edhe brenda nesh ka karakteristika të tipit që ne nuk kursejmë kur bëhet fjalë për edukimin apo për shëndetësinë dhe normalisht kemi më pak si thua qaste të tjera për pjesën e investimeve apo një lloj planifikimi të mirëfillt financiar. Interesante, ne do t'i prekim të gjitha nga pak, pa diskutim nëse na lejon edhe koha, zoti Beqiri, ju e thatë që në fakt është edhe çështje kulture, po themi një mënyre apo një tradite, kam përshtypjen që kjo qasje mbi shpenzimet lidhet edhe me mënyrën se si na trashëgohet disi në familje, edhe pse korat kanë ndryshuar dhe gjithashtu shumë gjëra paralelisht marrin rëndësi, të tjerave ju bie rëndësia. Po, a përdorin shqiptarët plane financiare afatgjata, pra ju e cekët pak më sipër për investimet apo për nevoja të tjera? Ne, kur flitet në përgjithësi për popullatën, patjetër që niveli është shumë i ulët, ndoshta gjeneratat e reja kanë filluar të shohin në këtë drejtim, edhe të prekur, si thua, nga teknologjitë e reja, kriptovalutat apo forma të tjera, por nëse do të flasim në përgjithësi, patjetër që është shumë e vështirë, duke pasur parasysh që vendi ynë ka një ndër nivelet më të larta të si thua të ekonomisë informale, pra shumica e parave gjenden jashtë sistemit bankar, nuk kemi qaste të mirëfillt apo nuk kemi një nivel shumë të lartë të themi të